Jemi live. Jemi live dhe direkt. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje, jemi në fakt në seancën e Lotusoshëm me fëmijët Lotusoshëm. Përshëndetje, mirë se erdhët që gjithë bashku, jemi gjithashtu dhe direkt në Instagram, edhe në YouTube së shpejti. Mirë, sot është data, cila është data sot? Për të folur mund të flasin, s'ka problem. Data 21 dhjetor. Data 21 dhjetor dhe kush ka dëgjuar për solsticin dimëror? Ke dëgjuar? Solstici dimëror, do më thënë, kemi solsticin, equinoxin, solsticin, do më thënë, edhe 21 qershori për shembull dhe thuaj që dielli është në kulma, është 21 qershori, është ngrohtë? 21 qershori. Sot ishte ngrohtë. Po, dhe sigurisht juve në Shqipëri domethënë jeni çik ngrohtë, por 21 dhjetori, pra sot, është në fakt pra nata më e shkurtër. Domethënë drita e diellit është më e pakta, më e ulta. Është dita më e errët, si thua. Sigurisht juve që jeni në Shqipëri ose në vende të ndryshme mund të jenë mund të keni pak më shumë diell. Madje edhe këtu që ishte në Norvegji kishte pra pak morëm ca rrezë dielli, shqyr sot, por solstici dimëror pra është sot. Dhe në fakt dielli, sa për kuriozitet, është në një nakshatra Mula, quhet, dhe do të jetë aty deri me datën 28 dhjetor, pra në shigjetar. Madje aty është dhe Venusi dhe disa planetë të tjerë. Por dielli çdo vit me 21 dhjetor është kulmi i errësirës, domethënë shumë pak energji diellore. Po, mbrëmje të bukur, gjithashtu, mirë se erdhët, kemi, po na dëgjojnë dhe në Instagram, shumë bukur, jemi pra në klasën live me fëmijët Lotusoshëm, dhe si gjithmonë, do themi pralla, ose legjenda, ose gjëra dhe nga astrologjia, pra nga fushat të ndryshme të diturisë, këtu së bashku, dhe kush dëshiron të regjistrojë fëmijët e vet, pra është falas online, çdo javë në përgjithësi të dielave, bëjmë një gjysorsh me kalamajt. Bëjmë qëndërzimin dhe ndonjë prallë dhe dituri pra të ndryshme, nga fushat të ndryshme të dijes. Sot e kemi për diellin dhe solsticin dimëror, por neve kemi edhe një festë shumë të njohur shqiptare, që quhet shqiptare pagane, do thënë shumë e vjetër, që quhet, kush e di? Festa e Krishtlindjeve? Po, por ne shqiptarët si quhenim? Do mësojmë gjërat vjetra dhe gjërat të reja. Dhe sepse gjërat e vërteta janë të vërteta gjithmonë, nuk janë kështu ishte e vërtet më përpara, sot është, nuk është, sepse dielli është gjithmonë. Edhe e vërteta do të jetë gjithmonë. Në fakt, guruin Prashant Trivedi dhe fal njëshis së tij, pra unë i kam mësuar këto diturit. Dhe guru Piti thotë që dielli është një simbol i të vërtetës, domethënë, ku kemi dritë shikon apo jo, dhe shikon të vërtetën. Cila është festa? Kush e di? Ta thot me zë? Po? Kërshnella? Krishtlindjet që janë me 25, si quhet? Ose 24 në darkë, ose 25, ka të saj që i festojnë. Po bravo, festa e buzmit. Buzmi shqiptar. Okay? Buzmi bujar. Buzmi bujar, quhet, kuptohet pra për ne shqiptarët, është një festë e lashtë që festohet dhe në ditët e sotme. Rregull, neve këtu sot kemi temën kryesore. Dhe ja kemi një foto këtu, mund të paktën klasa e fëmijëve Lotusoshëm, mund ta shikoj juve në Instagram, besoj nuk e shikoni. Afërdita? Po? Po, Serena? Sot kishte ditëlindje e kushëririt tim. Ajde dhe 100, pas ka lindë në momenti kur dielli është më pak. Edhe 100, në fakt, numri 21 është numër me fat, kush e pa tek videoja ime me numerologji 21-shit të çfarë do lloj muaji, është një numër shumë i mirë.
në përgjithësi, famshme, ca gjërat interesante. Sepse 21 është pra 3, 2 plus 1. Atëherë shikojmë në foto, çfarë shikojmë në foto? Kush do ta lexoj? Po. Eralda? Okej. Ta lexoj unë. Po lexojmë, po. Po vjen buzmi bujar me gjethet e me edha me shterje, mbas tyne vjen vera. Bravo. Me fat buzmi. Shumë bukur, bravo. Klea, shumë bukur, sepse pikërisht pra quhet buzmi bujar dhe ka një arsye pse është kaq bujar dhe quhet pra ka këtë emër, në rregull? Sepse në fakt dhe kemi simbolin e zjarrit, festohet me zjarr. Kjo, pra zjarri kush është diçka që është e ngrohtë, që shikojmë për ditë në qiell, që është na jep ngrohtësi, është dielli. Pra në fakt është festa e diellit, sepse në përgjithësi të gjithë festat që neve bëjmë janë astrologjike. Të gjithë festat në përgjithësi që festohet ditët e pushimit, ditët e kësaj, ditët e madje dhe Shën Valentini, domethënë çdo ditë që kemi festa në përgjithësi është në fakt astrologjike, pra sigurisht po flasim për astrologjinë vedike që fal vjeshin së gurus Prashantri Vedi, pra ne kemi mësuar. Buzmi bujar. Atëherë, festa e buzmit, pra buzmi bujar, është një festë e ringjalljes së perëndis diell, ose hyjt diell quhet. Është festë që pra është afër solsticit dimëror me 21 dhjetor që është sot. Rregull? Dhe dielli është në pikën e energjinë e tij më të ulët. Në rregull? Pra është dita më e shkurtër e vitit. Pas datës 21 dhjetor, pra nesër, si më thënë, në datën 22 dhjetor, në datën 23 dhjetor dhe në datën 24 dhjetor, dielli thuhet se shkon në botën. Ku shkon? Në botën e të vdekurve, ose në botën e nëndeshme, në botën që nuk shikohet mirë, në botën e errësirës. Dhe sigurisht ky koncept, do më thënë, është marrë dhe në fe pastaj u krijua krishterizmi, e keni parasysh, ringjallja, pra pas datës 24, do më thënë 24 në darkë, apo 25, pra pas 3 ditësh, thuhet se dielli ringjallet për popujt e lashtë shqiptar, nëse del përsëri në horizont, pra në qoftë se shikojmë që dielli po ndriçon. Pra është një histori si ringjallja e kujt? E Krishtit, po. Të krishterët e festojnë Krishtlindjen, këtu në Norvegji festohet shumë për shembull, edhe plot dhe në vende dhe në Shqipëri apo jo. Festohet, domethënë Krishtlindjet me 25 dhjetor. Disa 24 në darkë apo pasdite apo në drek. Në rregull, pra kjo kur dielli ringjallet, pra shikojmë diellin datën 25 dhjetor, njihet si buzmi bujar. Dhe është një ritual, pra që ndizet zjarri dhe mbahet gjallë pra dhe në ditët e sotme. Njihet me shumë emra, po me emra të ndryshëm, në vende të ndryshme, festa e mesit të dimrit, nata e buzmit, kshnellat, kërshëndellat, ditë knelja, në mirë ditë, që festohet pra me 25 dhjetor, ku fillon zgjatet dita, pra dielli merr forcë, është i ringjallur, nuk është në ditën nuk është në botën e të vdekurve, si më thënë. Dhe quhet pra do vi pranvera, do vi vera, do bëhet viti me diell. Pra nëse neve nuk kemi diell, çfarë do të thotë? Nuk kemi jetë. Nuk kemi jetë, nuk kemi buk, nuk kemi buzmi, buk. Pra nëse dielli nuk rimerr forcë, nuk kemi bar, nuk kemi pemë. Nuk kemi fruta, nuk kemi ushqime, nuk kemi miell, nuk kemi buk, nuk kemi asnjë gjë pa diellin. Por të lashtët e dinin këtë gjë, që jo gjithmonë dielli vjen. Dhe në qoftë se dielli vinte, atëherë ato festonin Krishtlindjen. Dhe është një yll edhe te pema e Krishtlindjeve është një yll fundfare dhe një yll pra në fakt simbolizon dielli, po ndriçon, ka marr forcë. Festohet kjo gjë, pra është sigurisht. Nga që dielli është një yll. Edhe dielli pra është një yll, po.
Nëse dielli nuk rimer forcë, nuk festoheshin Krishtlindjet. Nuk duhet të merret si e mirëqen që dielli e merr forcën e tij me 25 dhjetor. Neve na duket si të gjithmonë do të marrë kështu, por të lashtët nuk e merrnin si të mirëqen këtë gjë. Ishin zgjuar, ishin më të lidhur me natyrën se sa ne sot. Pra që dielli do ndriçohej apo jo vari nga vullneti i kujt? I hynores, diçka që është mbi diellin. Mbi diellin ke një super diell ose super shpirt që quhet pra hynia ose hynoria. Hynia prej të cilit dhe dielli e merr energjinë e tij ose vendos. Nëse hynia thotë jo, s'ke për të shkuar në tokë, se ata toksorët kanë bërë tek. Atëherë nuk vjen dielli sepse dielli merr urdhrat hynore. Pra jemi mirënjohës që kemi ndaj hynores. Hynia vendos, a do vi dielli apo jo. Le të themi 2 herë jam mirënjohës ndaj natyrës dhe hynis. Gati? Me të shpejt, jo me ngadalë. Jam mirënjohëse ndaj natyrës dhe hynis. Jam mirënjohëse ndaj natyrës dhe hynis. Bravo. Shumë bukur. Pra hynia është energjia prej të cilit dielli merr energjinë, pra jo gjithmonë. Nëse njerëzit i thyen ligjet hynore, janë kundra natyrës, nuk respektojnë ligjet hynore të multiversit, nuk i dinë, nuk duan të mësojnë. Atëherë çfarë ndodh? Mundet që dielli nuk e di çfarë mund të ndodhi. Pra, të jemi gjithmonë mirënjohës dhe për ulës ndaj natyrës hynore është gjithmonë e sigurt, jemi në anën e mbrojtur, domethënë, jemi me diellin. Po të ndalojmë pak nga e ka origjinën buzmi, etimologjia e fjalës buzmi, për shembull, pra që është dielli, mund të shikohet shumë qartë. Ja për shembull kemi këtu një foto shumë të qartë të që dielli, që ato festonin diellin, pra jo Krishtin ose Krishti është një koncept që erdhi pastaj. Në fakt që është marrë dhe nga dituria vedike, pra Krishna ka qenë një avatar para 5000 viteve që quhet Krishna, dhe ai pra simbolizoi sigurisht me diellin, në fakt dhe mbi diellin, që quhet Param Atma. Okej, dhe pra koncepti i Krishtit, pra lidhja. Asoj, nuk e di, e shikoni këtë? Foto? Po. E qa thuhet buzmi, bujar, shqiptar, gëzuar mes dimrin, pra jemi në mes të dimrin, kulmin e dimrit, si më thënë, gëzuar këndjelje e diellit. Do të thënë rilindja e diellit, apo janë ringjallja. Dhe në fakt ato shikon çka kanë diellin, pra ky shqiptari këtu me pushk po i gëzon për diellin. Sigurisht kjo është pak një foto pak moderne, por është pra me diellin. Me diellin, e kanë me diellin. Domethënë është festë për diellin. Është festë kur festohet pra ringjallja e diellit. Tani do të tregojmë pak për herë të parë. Në fakt nuk është thënë kjo më përpara sepse neve mësojmë këtu etimologjinë e disa fjalëve, ato të cilat pra janë logjike dhe janë të lashta dhe kanë plot kuptim. Çfarë do të thotë buzmi? Pra buzmi dhe në kalendarin, ta shikojmë këtu, e kemi kalendarin përpara, dhe në kalendarin quhet paganët shqiptar, në të lashtën, kishin një kalendar edhe ata. Kishin kalendar. Buzmi, shën gjergji, të cilën e kemi bërë dhe më përpara, e kemi sqaruar, shihet këtu? Okej. Në fakt edhe kryqi, svastika, dhe disa e bën më... Ja da tregojmë këtu me foto. Rregull. E shikon këtu se si e festojnë dhe sot, por në fakt nuk din çfarë festojnë, tamam. E shikon këtë, xhaxhin këtu, duke bërë ndezur pas zjarit, pra dhe zjarit dhe ato bëjnë në formë kryqi, ose ke 4 kështu si svastika ngjan pak,
dhe ke edhe kryqin, është pra dielli që shkon, simboli i kryqit është i diellit. Domethënë dielli shkon në të gjithë 12 shenjat gjatë një viti, pra dielli shkon në 12 shenjat, pra solstici, dimëror, pranveror, keni parasysh që janë 4 pikat e kryqit. Është e kam bërë pak të krishterë, por në fakt është më i lashtë se ajo. Dhe neve kishim këtë dituri dikur. Tani do ta rimësojmë nga fillimi. Për ata që duan. Tani buzmi, si mendon nga vjen kjo fjalë? Edhe këtu po ta shikoni në foto do të tregoj, por sido që të jetë. Pra buzmi, pra bu. Sipas ditorisë vedike, hynia quhej pra bu. Bu do të thot toka, është toka ku jemi në bota toksore, quhet bulok, përndesha e tokës quhet devi. Okay, pra buzmi do të thot hynia lejon akoma që tokat na mbajnë me ushqime, sepse do dielli elementet e natyrës apo jo. Dhe karakteristik pra kësaj feste është buzmi bujar. Bujar e morën vesh sepse Zoti ose hynia u tregua bujar, që na lejon neve qenieve toksore që të kemi pra përsëri një vit me diell. Okay? Është bujar. Nuk është kurnac. Okay? Pra dhe buzmi me zjarrin që është pra dielli, domethënë ngrohtësinë dhe ditën e tij shëmbullen diellin, pastaj ata e përgëzojnë dhe gostisin si të ishte njëri që po u sjell verën, kështu thuhet në ata që festojnë buzmin në përfshatër ose në vende to akoma e festojnë akoma në fakt, shqyr. Kisha u mundua që ta shkatronte, po kam dëgjuar shumë njerëz këtu që janë nga veriu dhe gjithmonë thonë kur betoshin për këtë diell. Po bravo, shumë bukur, pra për këtë diell. Kisha u mundua që ta shkatronte këtë ritual duke zëvendësuar pra me lindjen e Krishtit. Por besimi i lashtë ende jeton në trojet shqiptare me një numër të madh shqiptarësh që akoma e festojnë në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni. Okay? Pra bu është emri i tokës. Dhe kemi thënë cili është simboli i tokës? Kush e varo? Aha. Lopa. Buall. Okay? Buall. Tokat e kau, kemi thënë lopa, llapa, domethënë kemi thënë dhe lidhjet karmike sigurisht të ngrënies mishit të Viçit për shembull, pra me mec në jetën tjetër, lidhjet karmike, Viçi, voçe, vojës, lopa, llapa, buzmi, gaja, toka, kau, goja, pra këto lidhje që kemi mësuar edhe më përpara, në rregull, si madje dhe bha ose bu, që u bë be, është berat, dhe fjala berat është përndesha e tokës, apo kuriozitet këto që nuk e njohin dhe nuk e din. Në rregull, dhe ushqimi ishte në formën e diellit, ja për shembull këtu. Pra, këto që festonin buzmin kishin dhe ushqimi është në formën e diellit. Pra është përsëri dielli kudo ku shkon. Në rregull, ja shikojmë këtu. Dhe është ushqim me mish apo pa mish? Është pa mish, është vegetarian. Pavarësisht se njerëzit si kanë shumë qef këto gjëra, po ato është me qumësh, është me çfarë bëhet, kush e di. Mira na tregon si bëhet. Ma shkruaj recetën. Është pra sigurisht për diellin. Në rregull, është një pikë dhe ke rrezet, apo jo, madje dhe apo jo Aleksandri i Madh përdorte në flamurin e tij diellin. Mirë, ka ndonjë pyetje pak për këtë? Kam 3 pyetje. Po? E para, po dielli ka lidhje me energjinë shqipnaraja? Po, dielli merr energjinë nga Narayan. Narayan quhet super diell. Domethënë, edhe dielli ynë merr energjinë nga diku. Në fakt quhet ka 12 diell në univers, njëri prej këtyre është dielli dhe yni, që quhet pra
Po, Vivasvan, pra diellin. Dhe me tokën pra bu. Aha. Kjo është e njëshi? A përdita po brumrat a lejojnë se kishtë nuk përdore brumrat? Lejojnë, sigurisht jo kështu në mas të mdaja, po brumrat është buk. Dhe fjala buk, me nga bu vjen. Bu është toka. Bukun kush e bën? Mielin kush e bën? Grurin e bën toka. Pra është një emër i vjetër bu. Dhe në fakt lidhet edhe me shqipen me ba, sepse toka është vendi ku kryen veprimet me ba, me bani, bo, me bo, ba. Bëri, biri bëri, kemi aforizëm shumë të fort, okay? Pra neve gjithmonë kryem veprime këtu, kryem veprime, dhe me thënë, nuk rrim do të pa krye veprime, pra ne quhet bo, dhe lidhet me shqipen, në fakt, shumë bukur. Po, Daniel, pyetja dytë? E dyta, po, dielli është veç një që është në krejt botat, apo ka? Në botën tonë, Apo veç një? në botën tonë, toka shëshesht, kemi kapakun, qiellin, kemi një diell, kemi një hën, kemi dhe yjet. Kjo është për botën tonë. Okay? Jashtë botës tonë, madje dhe për jashta ose sipër, ke djej të tjerë, po. Domethënë diella, djej të tjerë. Kemi në diturinë vedike 12 djej, dhe njëri prej këtyre është Mitra. Edhe emra shumë të ndryshëm. Ka dhe të tjerë, po, nuk është vetëm ky që shohim neve. Por neve të tjerët nuk i shohim dot, sepse është jashtë frekuencave të syve të njerëzit. E kuptojmë? Po. Pyetja e tretë? E treta, po, ky dielli jon që se shkon te bota e tokës, poshtë tokës, po a del nga ky kapaku, apo... Jo, është brenda kapakut. Dielli ynë këtu është brenda kapakut në qell dhe thjesht rrotullohet rreth qendrës së tokës. Edhe hëna rrotullohet rreth qendrës. Dhe kur rrotullohet, pra shkon në 12 yjesit në qell dhe i takon, për shembull tani po takon shigjetarin. Me 14 janar do takoj Britsjapin, me 13 shkurt do takoj kush është pas Britsjapit. Ujori, 13 shkurt që është fetohet për shembull Valentini këto për shembull. Sepse dielli hyn në shenjën e shivës për shembull në këtë rast. Okay? Pra, po është brenda. Kupola çfarë materiali ka? Është për syrin tonë nuk e shikojmë dot, është thjesht është çështje është energji, po. Ne nuk mund ta kapërcejmë kupolën. Vetëm në qoftë se ti një njeri krijon, domethënë, ke parasysh një energji shumë të madhe në ADN, në hap chakra dhe këto gjëra të bëjë super spiritual, vetëm atëherë mund të kapërcehet kjo kupola. Ariana, po, për Ariana e kishim. Përndryshe jo. Dhe njeriu nuk ka shkuar pra as në hën, as në Mars, nuk e ka përcet ajo. Nuk lejohet. Ka janë veç njerëz që e bëjnë aty ato të NASA, këto gjëra këtu. Po. E bëjnë veç ka. Në tokë me disa struktura që janë mrena gjërat e hapësirës, galaksisë. Pikërisht bukur. Ka ndonjë kuptuan buzmi bujar, pra domethënë jemi mirënjohës, kur jemi mirënjohës domethënë e festojmë. Po në ditët e sotme festohet Krishtlindjet, për shembull, pa e kuptuar çfarë po festojnë. As i shkon njëri në mendje për diellin kur festojnë Krishtlindjet. Afrodita. Po? Kam unë një pyetje. Patjetër, Klea. A mund dielli të ndikojë në emocionet dhe humorin ton? Po patjetër, ashtu si dhe hëna që ndikon shumë në emocionet e tona, dielli ndikon gjithashtu. Një njeri që ka shumë diell është një njeri që shikon të vërtetat, ka inteligjencë gjithashtu shumë të madhe. Dhe emocionet i balancon. Në rregull? Po. Pra kemi energjinë hënore, siç kemi folur, dhe energjinë diellore, dhe kur i balancojmë këto të dyja është pra atëherë super. Prandaj bëhet qëndërzimi dhe është shumë mirë. Por diellor në ditët e sotme njerëzit nuk e kanë shumë energjinë diellore, sepse hajnë mish, për shembull,
kur kemi thënë dashmi shlopë je kundra tokës. Pra në ditët e sotme i festojnë kërshëndellat, hajnë mish viçje, therin lopën e këto, edhe domethënë bu që është toka, dhe diellin nuk e din fare që festohet drejtimi i diellit që do lindemi tokë dhe është toka dhe dielli, domethënë ky unifikim, pra buzmi që dinin të lashtët, sot nuk din asgjë. Solstici 21 dhjetor, çfarë do bësh me 21? Është thjesht festa, domethënë festa është solstici dimëror, është thjesht energjia e ulët e diellit, pra duhet të tregojmë respekt për diellin se po shkon në 3 ditë, 22 dhjetor, 23, 24 në botën e të vdekurve. 3 ditë, pra quhet Krishti u vdiq edhe u ringjall me 25. Domethënë është dielli. Çfarë duhet manifestojmë? Asgjë, të kemi respekt për diellin, të jemi mirënjohës që kemi diell, kemi natyrën, ka dhe botë ku njerëzit mund të shkojnë dhe nuk ka natyrë dhe ka errësirë etj etj. Prandaj, pra kjo është festa në përgjithësi. Mirë, kuptuam? Po. Ndonjë paqartësi dhe ndonjë pyetje tjetër dhe këto nga Instagrami, kush ka pyetje të tjera? Besoj u përgjigjëm. Ka ndonjë pyetje tjetër? E morën vesh, besoj të gjithë e morën vesh është për diellin? Edhe të krishterët në përgjithësi festojnë ose shkojnë në përkisha të dielave, apo jo? Të dielave? Pra diela zotërohet nga dielli. Përsëri ato festojnë diellin në fakt, por pa i qartësuar njerëzit për çfarë më të vërtet po lavdëron ose po që ta kesh që thjesht ta dish që është dielli apo jo. Siç kemi edhe në fe të tjera, planetë të tjerë, sepse dhe dielli konsiderohet si planet në diturinë e vedike, diturinë astrologjisë vedike. Dhe neve kemi shumë pralla dhe legjenda për këtë gjë. Mirë, atëherë, besoj tani jeni të sqaruar, kemi marrë vesh gjithë, super, ndonjë pyetje tjetër nuk ka? Mirë, atëherë, unë ju përshëndes dhe ju ftoj në seancën do të hapim një grup të ri me datën 1 janar dhe kush dëshiron mund të marrë pjesë, pra është falas online çdo javë. Mund të vi së bashku me të rriturit, pra me fëmijët e tyre, nëse dëshirojnë dituri të lashtë sigurisht, dituri praktike, dituri që është moderne, reale, vërtet, dhe që na bën pra të ndihmojmë sistemin tonë, të rrisim sistemin e imunitetit, por duke qenë dhe të ndritëshuar pra më shumë diellor. Mirë, atëherë gëzuar solsticin dimëror dhe të jemi mirënjohës. Ju përshëndes, shifem javës tjetër me grupin të paktën Shif në rajen. Shif në rajen, kalëpsi. Shif në rajen.